Ndërsa kjo pyetje, përgjigjja e saj i sqaron shumë dilema në jetën e njerëzit. Dhe nuk është thjesht vetëm për ta kuptuar se jemi të krijesa të Allahut dhe Allahu na ka krijuar, te ai do të kthehemi e kështu me radhë. Megjithatë, njohja e qëllimit pse ekzistojmë do të bëhet pastaj udhërrëfyesi jo në tërë jetën tonë dhe në një farë mënyrë do të krijohet në neve një mekanizëm i cili do të na ndihmojë që me të vërtetë të shfrytëzojmë jetën maksimalisht, duke arritur të realizojmë objektivat e ekzistencës sonë, edhe duke mos lënë që të na shkojë poshtë qoftë edhe një çast apo një moment i jetës sonë. Arsyeja e ekzistencës sonë është pra se Allahu na ka krijuar që atë ta njohim, që atë ta adhurojmë, që atë në asnjë moment të mos e harrojmë, ti përkulemi atij, ti nënshtrohemi madhërisë së tij dhe në një farë mënyre të respektojmë gjithë ato udhëzime të cilat ai ka para pa për neve. Dhe këto në asnjë mënyrë nuk vinë ndesh me nevojat tona të natyrshme, nuk vinë ndesh madje as me andjet tona, as me pasionet tona. Për arsye se Allahu krijuesi jon, ai di më së miri të gjitha ato që ka në neve dhe përreth nesh. E di më së miri të gjitha çdo gjë e cila neve na bën dobi, ashtu sikur se e di edhe çdo gjë tjetër e cila mund të na shkaktojë dëm. Andaj, duke qenë kësaj, Allahu i madhruar ka kërkuar prej neve të bëjmë, të kryejmë, të veprojmë atë që është e dobishme për neve, gjithashtu ka kërkuar që të respektojmë ndalesat, për shkak se i ka ndaluar gjërat të cilat sigurisht janë të dëmshme për neve. Pyetjet pse ekzistojmë, nga erdhëm dhe ku do të shkojmë, janë pyetje të cilat vazhdimisht e kanë preokupuar njeriu. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala njeriu e ka dalluar prej krijesave tjera. Qysh prej momentit kur u shfaq përpara shpirtave dhe dëshmoi ekzistimin e vet, dëshmoi se ai është Zoti i të gjitha krijesave, siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kur Allahu nxori nga shpirtat e bijve të Ademit, të gjitha shpirtat, dhe u dëshmua përpara tyre dhe ju tha, a nuk jam unë Zoti juaj? Ata thanë, si jo, o Zot. Thatë, mos thoni ditën e Kiametit se nuk kemi qenë të vëmendshëm dhe nuk kemi qenë të informuar. Sidoqoftë me këtë ajet kuranor, Allahu subhanahu wa taala tregon se secili shpirt, secili njeri, më thonë, është i preokupuar me këto pyetje. Më thonë, ku do të shkojmë, pse ekzistojmë, cili është qëllimi i ekzistimit tonë në këtë jetë. S'ka dyshim se përgjigjet e vërteta të këtyre pyetjeve shumë të rëndësishme për jetën e njeriut i gjejmë në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kafshët janë ato të cilat nuk interesohen për të kaluarën e tyre, nuk interesohen për atë se pse ekzistojnë, nuk interesohen, nuk preokupohen përveç se me ushqimin ditor që ata duhet ta marrin për të mbijetuar. Kurse njeriu, Allahu subhanahu wa taala e ka nderuar dhe ai vazhdimisht duhet të mendojë se cila është urtësia e ekzistimit të vet. Për shkak se shumë ideologji dhe shumë fe nuk kanë dhënë përgjigje të sakt këtyre pyetjeve kaq të rëndësishme për njeriu, në botë është paraqitur ateizmi. Njerëzit, për shembull, shumë njerëz kur kanë pyetur prej udhëheqësve fetar se pse ekzistojmë në këtë botë, kur kanë marrë përgjigjen, për shembull, prej prizve të tyre fetar se ekzistojnë për të larë gjunahin e njeriu të parë në këtë botë, dal nga dal kanë filluar dhe janë largu prej fesë dhe janë bë ateist. Sipas ateizmit, qëllimi i ekzistimit të njeriut në këtë botë është plotësimi i nevojave, në më thënë, materiale. Me ushqy, me u vesh, me pas marrëdhënie intime, kështu me. Kjo është, në më thënë, gjërat kryesore të cilat duhet t'i arrijë një njeri për të arsyetuar ekzistimin e vet. Mirëpo, e vërteta është se njeriu është më i lartë se sa, në më thënë, të jetoj për këto arsye. Prandaj nëse e shfletojmë Kur'anin, do të gjejmë se shkaku i ekzistimit të njeriut është të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu wa taala çdo gjë në këtë gjithësi e ka krijuar për një qëllim të caktuar. Dhe nëse analizojmë fenomenet e ndryshme të natyrës, do të vërejmë çuditëra të mëdha. Për shembull, është një ajet kuranor shumë interesant në cilin Allahu subhanahu wa taala thotë: "Qala wa ma rabbukuma ya Musa?"
qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Firauni i pyeti Musën edhe Harunin, cili është Zoti juaj? Ata than, Zoti jon është ai i cili çdo gjë e ka kriju dhe e ka udhëzu. Fjala çdo gjë e ka udhëzu Allahu subhanahu wa taala në këtë botë, do thotë se çdo gjë e ka krijuar për një qëllim të caktuar. Për shembull, dietarët duke komentuar këto fjalë të Allahu subhanahu wa taala përmendin ti marrim për shembull fenomene të ndryshme të natyrës, mirë po e përmendim një lloj insekti, i cili ekziston vetëm për të bluajtur ushqimin. Dhe kur e kryen misionin e vet, ky lloj insekti, që e ka për obligim vetëm, domethënë me blujt ushqimin, vjen një insekt tjetër e shkatron. E kështu me radhë, ose për shembull ekzistimi i një lloj marimangës, domethënë që e krijon atë folenë vet në ujë dhe vazhdimisht sjell ajrin prej sipërfaqes së ujit për të mbijetuar, domethënë të voglat e saj, kështu me radhë, domethënë gjithçka në këtë botë ka një qëllim të caktuar, kurse qëllimi i njeriut është të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Dhe nëse arrim deri te kjo përgjigje e vërtetë, siç ka thënë Allahu subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër përveç që të më adhurojnë. Nuk përfundon vetëm me këtë, domethënë arritja e përgjigjes, por se përgjigja duhet të reflektohet në jetën praktike, duhet të materializohet. Nëse një njeri vërtet jeton për Allahun subhanahu wa taala, jeta, vdekja, lëvizjet dhe mos lëvizjet e tij në këtë botë janë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë ai ka realizuar, domethënë arsyeën për shkak të së cilës ekziston në këtë botë. Prandaj çdo njeri që largohet prej kësaj arsye, faktikisht ai domethënë bashkohet me krijesa tjera, qofshin ato kafshë, qofshin ato sende të ngurta, kështu më radh, mirë po. Në kuptimin negativ përballë këtij rreziku. Prandaj fëmiu i cili nuk e din rrezikun e rrymës është i gatshëm dhe i guximshëm që të fut gishtrinë e tij të njom të butë në rrymë. Edhe pse aty ka mundësi të jetë vdekja e tij. Duke u ngrit, duke u rrit, duke u vedisu, duke kuptuar rrezikun e kësaj rryme, e këtij burimi vdekjeprues, fillon të largohet shumë larg prej tij. Në këtë kontekst mund të përmendim edhe kur flasim për rrezikun e braktisjes së namazit. Po ta dini njerëzit se çfarë rreziku u kanosit atyre në braktisjen e faljes së 5 kohëve. Jam i bindur se nuk do të braktisin kur namazin e tyre. Jam i bindur se do të pritnin kohën e namazit me mallëngjim, me përmallim, me kujdesin më të madh. Do të shikonin me 10 herë në orë për shikuar se a thua vallu afru koha, a erdhi koha. Nga se e din se çfarë rreziku u kanoset në qoftë se nuk e respektojnë dhe nuk e përfillin këtë urdhën hyjnor, këtë urdhër të madh të Allahut azza wa jall, këtë praktikë dhe këtë veprim të shenjtë, i cili me plot të drejtë dietarët e renditën pas besimit në Allahun e madhnuar. Rreziku i braktisjes së namazit është shumë dimensional dhe është i shumëllojshëm. Mirë, po mjafton që të përmendim se shkaku kryesor që njerëzit i shpihen në zjarrin e xhenemit është braktisja e namazit. Prandaj edhe në pyetjen që do të bëhet ma salakakum fi saqar, çfarë usolli juve në xhenem? Çfarë usolli juve në këtë zjarr të rrap, në këtë zjarr të dhimbshëm, në këto mundime? Cila do të jetë përgjigjja tyre? Do të thonë lam nakun min al-musallin. Nuk u falshim, nuk ishim gata që faleshim. Po të mos ishte rreziku i braktisjes namazit, përveç se në atë që ai që e braktis namazin do të ringjallet në shoqërinë e njerëzve më të këqij ditën e gjykimit, do të jetë i klasifikuar në listat e kriminalëve, mëkatarëve të mëdhenj, të cilët provokuan dhe thithën hidhrimin e Allahut te baraka o taala. Po të mos ishte në braktisjen e namazit asnjë rrezik tjetër, përveç rrezikut të asaj që dietarët e kanë kontestuar, sa a thu vallë ky njeri ka më besim në zemrën e tij apo nuk ka, do të mjaftonte alarm për besimtarin se është në një rrezik shumë të madh. Prandaj nuk duhet të mjaftohemi me fjalët se e di që nuk po bëj mirë dhe me kaq të përfundon i tërë kapitulli i braktisjes së namazit. Nuk duhet që të përfundojmë me fjalët do ta bëj dhe me tërë këtë të përfundojmë kapitullin e braktisjes së namazit, por duhet që të njihemi përsa afërmi me këto rreziqe, të kujdesemi, t'ja kemi frikën atyre kërcënimeve hyjnore me të cilat Allahu xhallahu ala na ka kërcënuar në qoftë se braktisim namazin. Kur e kemi parasysh
se porosia e fundit me cilën ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në moment të fund të vdekjes së tij, thoshte es-sala, vdeq o umeti Muhamedit, vdeq pejgamberi i juaj duke ju thënë namazin mos e braktisni. Andaj, a ka rrezik më të madh se testamentin përfundimtar, këshillën përfundimtare, duke i dalë shpirti, së bashku me shpirtin e tij dolën edhe këto fjalë: o pasuesit e mi, o ju që keni thënë la ilaha illallah, namazi, mos e braktisni namazin. Namazi konsiderohet si shtylla kryesore e kësaj fesë. Dhe Allahu Teala për shkak të rëndësisë së madhe të kësaj, natën e Mirajit e komunikoi vetë drejt për drejti pa ndërmjetësues Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe e thiri që në natën e Mirajit ja komunikonte për shkak rëndësisë së saj të madhe në mënyrë të në dorën e parë vetë Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe kërkoi prej tij në fillim 50 namaze, por pastaj e mshiroi dhe i bëri qaj dhe umeti ti të falnin 5 kohë të namazit, cilat kanë vlerën e 50 kohëve të namazit. Resulullah s.a.s. na tregoi se namazi është shtyllë e fesë. Namazi është puna e parë për cilën do të llogaritet njëri në ditën e gjykimit. Dhe tha Resulullah s.a.s. el-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Ajo e cila na dallon neve prej jo muslimanëve është namazi, o musliman. Dhe kush e lën, kush e braktis atë konsiderohet që ka bë kufër. Ajo që na dallon neve, që na ndon neve prej shirkut, tha Resulullah s.a.s. është namazi. Dhe porositi që të punohet dhe të kryhet ky obligim madhor që kemi ndaj Zotit tonë. Se fundit jemi të nderuar për anës Allahut Teala që ka kërku me ne që të ketë kontakt sikur që është çështja e namazit. Thot Allahu Teala në lidhje me ata të cilët e lajnë namazin, suret Maryam ajetet 59 dhe ajetet 60, sikur aludon në një periudhë kohore e cila është shumë e ngjashme me periudhën tonë, që shumica e njerëzve sot e kanë lënë namazin. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i pari i gjatë prej gjanave me vlerë që e lën umeti im është emaneti, disa e fundit është namazi. Dhe neve edhe elementin e fundit identifikues të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që është namazi, e kem larguar sot nga shoqëria jonë. Allahu Teala thot lidhë me ta, pas tyne erdhi një gjenerat e cila e lën namazin, do të thot nuk e falin atë ose se falin kohën e vet, edhe i pasun epshet, ata do të hidhen në xhenem, përveç atyne të cilët pendohen dhe besojnë në njëshmërinë Allahut dhe dërgumit tij dhe bëjnë vepra të mira. Allahu tregoi se ata që s'falin namaz janë në xhenemli. Asnjëri prej neve mos mashtrojë veten e vet dhe më thonë kam zemrën e mirë dhe mua Zoti do të më jepë xhenetin. Thot Allahu Teala në një vend tjetër, në një ajet tjetër na tregon Allahu Teala në surat Muddathir, kur xhenetlive Allahu Teala do t'u hape perdën dhe do të kenë mundësi të komunikimit me xhenemlit. Pyetjen e parë që do t'i pyesin kur ti shohin familjarët e vet, akrabat e vet, shokët e vet, të afërmit e vet, ka me qenë madha salakakum fi saqar, çfarë bën që ju pru juve në këtë zjarr të tmerrshëm dhe të ashpër, saqar. Than qalu lam naku min al-musallin, than nuk ishim prej atyre që falen namaz. Po tezën e parë, punën e parë që ja treguam për shkak rëndësisë të madhe, than nas kem fal sabah, nas kem fal drek, qini akşam yatsi, këto 5 kohët që Zoti ynë kërkoi prej neve, dhe Allahu Teala për shkak të kësaj bani që neve sot të jemi në këtë vend ku jemi. Pas e tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e mban, ai i cili i kryen namazet, tha pejgamberi sallam, do të jetë dritë dhe dëshmi dhe shpëtim për të ditën e ringjalljes. Dhe ai i cili nuk e mban, nuk do të jetë dritë, nuk do të jetë dëshmi, edhe nuk do të jetë shpëtim për të ditën e ringjalljes. Por çfarë do të jetë puna e atij i cili nuk fal namaz? Na tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë hadith që transmeton Imam Ahmedi, Tabarani dhe Ibn Hibbani, dhe thot pejgamberi sallam, ky person do të ngjallen ditë gjykimit me kënd, thot me Karunin, Faraonin, Hamanin dhe Umej ibn Khalif. Ibn Qayyim duke shpjeguar këtë hadith, Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah
thot mos tjetë arsyetim të ti koha, mos tjetë pasuria. Jo po që unë u dasht me i ponu tokën, s'ka kush me i ponu, unë u dasht me nejtë në dyqan, se do t'jesh me karunin që Allah i ka dhënë pasuri të madhe, por ai e harroj Zotin e vetë. Pozita nuk është arsyetim për ty për me lënë namazin. Edhe me thonë, po isha unë kryetar komune dhe bëja këtë punë, isha mjek, s'kisha vakt, isha inxhinier, s'kisha, se edhe faraoni e ka pas këtë arsyetim për shkak pozitës udhëhecit që kishte popullin e tij. Mos u arsyeto me pozitën që e ki punën intelektuale, jem student, jem arsimtar, jem këshilltar, jem ky apo ai i cili s'kom pas kohë mosdash me mësu me përgatit provime. Se këshilltari faraonit ka qenë Hamani, mirë po megjithatë pse harroi Zotin, Zoti e dënoi. Tregtia jote mos jetë arsyetim se nuk e ki arsyetim të Allahu Teala ditë gjykimit. Se thotë Ibn Qayyim el-Jauzi, tregtari që për shkak të tregtisë s'ka ndodh 10-15 minuta kohë për të kryer këtë obligim madhor, do të jetë me Umej ibn Khalifin prej prijetarëve të mushrikëve të Mekës, i cili njihet si tregtar i zellshëm, por njihet edhe si armik i Islamit. Mos harroni mezin e dietarëve musliman vëlla, është diskutuar me të madhe çështja e lënësit namazit, jo ai që e ka mohu dhe e ka neglizhu, është mohu vetëm ai i cili ka lënë prej dembelis. Dhe Hanbelit i thanë atij qafir dhe i thanë nuk duhet me vorroz mesin e muslimanëve. Hanefit, Maliki dhe Shafiit shkon pak në një fetva pak më të lehtë për që gjithë u pajtuan se ai nuk duhet me qëndru i lirë në për rrugë e shoqërisë muslimane. Maliki dhe Shafiit thanë ky njeri vritet, por vritet si mëkatar dhe i falet gjenazja, lahet që finozet dhe vërrezet e muslimanëve. Dhe sa Hanbelit shkun më largë dhe thanë se ky person vritet si kafir dhe gjuhet largë vërrezave të muslimanëve. Dhe vllazëve edhe motrave tonë ato rekim vrejtën dhe themi se çështja nuk është e lehtë sa ata janë duke ja bë vetës, duke arsyetuar me pastërti të zemrës. Zemra e pastër është ajo zemër e cila i nxit gjymtyrët me kry këtë obligim madhor, faljen e namazit. Allah na bëftë inshallah që të jemi për namazlive e jo për aty në xhenemlive të cilët u arsyetuan ditë gjykimit se nuk kanë fal namaz dhe për këtë shkak Zoti na ka dënuar. Allah e bëftë inshallah dritë dhe shefatçi për ne namazin ton dhe Allah e bashk me namazlit tjerë na i fatë mëkatet tona dhe na fut në xhenetet e veta. Nëse besimtari do të pyesë se cilat janë dobit e faljes, ne do i themi besimtarit dhe jo besimtarit që dobia më e rëndësishme e faljes është se ti nëse falesh quhesh besimtar. Është kriter për të merituar emrin besimtar është që të falesh. La hadha fil islami liman taraka as-salah. Si takon feja që atij njeriu që s'falet. Namazi është shtylla më e rëndësishme e fesë. Kush nuk e bën atë, ka shembur gjithë fenë e tij, thot në një hadith profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Namazi e lidh robën me Zotin e tij. Për këtë arsye quhet salat, sepse është një lloj lidhje që njeriu lidhet me Zotin e tij, komunikon me Zotin e tij, flet me Zotin e tij. Shumë njerëz kujtojnë se kur i themi ne këto fjalë i themi thjesht filozofike. Jo, kjo që po themi është e vërtetë. Në momentin që njeriu falet, Zoti i gjithësisë drejtohet nga robi i tij. Kështu thot profeti alayhi salatu wasalam. Dhe në momentin që njeriu në faljen e tij thot disa formula që janë pjesë e rritit të faljes, Zoti flet dhe komunikon me robën e tij. Kjo nuk është filozofi, kjo është reale. Mjafton që njeriu ta ndjej se po flet me Zotin e tij. Mjafton që njeriu ta ndjej se Zoti i është drejtuar atij. Në falje dhe në momentin që besimtari falet është momenti që është më pranë Zotit ti. Kështu thot Muhamedi alayhi salatu wasalam. Më pranë Zotit tuaj jeni kur jeni duke kryer faljen. Gjatë faljes dhe në falje është momenti më i volitshëm kur besimtari mund t'i lutet Zotit. Dhe rasti më i volitshëm që të marrësh përgjigje pozitive nga Zoti i gjithësisë. Namazi ose falja ose kryerja e faljes e bën njeriu që mëkatet dhe gjunahet që ka bërë t'i fshihen. Çdo njeri në momentin që falet, thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, të gjitha gjunahet që ka bërë deri në atë moment i vendosen në supë. Për këtë arsye një prej urtësive, një prej veprimeve të faljes është rënja në ruku dhe rënja në sejdë. Pse bëhen? Në mënyrë që mëkatet që janë vendosur
mbi supet e njeriu, në momentin që bjerë në ruku t'i bie një pjesë, në momentin që bjerë me ballë në tokë t'i bjerë pjesa tjetër. Jo vetëm kaq, po vetë namazi shërben si një detergjent i zhullit të mëkateve. Profeti thot, alayhi salatu wassalam, shembulli i 5 faljeve në ditë është si shembulli në njërit për jush nëse do të lajë 5 herë në ditë me gjithë trupin e tij në një lumë. Thot profeti, valla do të mbes zhull në trupin e tij. Tha jo, profeti Zotit. Tha kështu është dhe falja e 5 vakteve. Falja e 5 vakteve, në çdo falje, njeriu ngrihet në gradë tek Zoti i gjithësisë. Profeti thot, alayhi salatu wassalam, sa herë që ti e ul një herë ballin sejdë Zotit të ngren një gradë, të fshin një mëkat dhe një gjuna. Kryerja e faljes ose bërja e faljes, aplikimi i faljes e bën njeriu që të jetë më i lehtë dhe më aktiv në jetë. Sepse çdo njeri ka një lloj dembelizmi të fshehur. Dhe në momentin që njeriu jetën e tij e nis me falje, largohet dhe bëhet i gjallë dhe bëhet aktiv. Thot profeti i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam, çdo njeriu pa përjashtim djalli i lidh në kokë 3 nyje. Dhe në momentin që njeriu çohet dhe e përmend Zotin, merr abdes dhe fal namaz, zgjidhen nyjat që janë nyjat e dembelizmit dhe njeriu kthehet aktiv i gjallë dhe e merr jetën shumë më me gjallëri se sa po mos ishte tillë. Për këtë arsye njerëzit më thua një njeri sot në botë që kur çohet nga gjumi nuk lan syt për shemb. Ne nuk themi jo vetëm të lash syt, përmendësh Zotin. Alhamdulillah, o Zot që më ktheve edhe një herë në jetë, se në gjumë s'kishim gjë në dorë për jetës sonë. E dyta, merr abdes, jo vetëm syt, po la fytyrën, la gojën, la unë bën higjienën e gojës, të hundës, të fytyrës, të duarve, të këmbëve. Pa nëse njerëzit i kushtojnë kaq rëndësi në jetë larjes së fytyrës, abdesi është shumë më gjerë se sa thjesht fytyra. Pastaj falin edhe një 2 rekatësh namaz, që është sabahu apo çdo lloj namazi tjetër që mund të jetë, dhe njeriu bëhet aktiv dhe bëhet i gjallë. Falja e namazit është sebeb për shkak që Zoti njeriu t'i japi mbarësi në jetën e kësaj bote. Zoti ka premtuar për falësit e namazit furnizim, bollëk, mbarësi në jetën e kësaj bote, gjë që Zoti s'ka garantuar për të tjerët. Prehja, qetësia dhe lumturia që gjen njeriu në faljen e namazit do të ishte më se mjaftueshme, edhe sikur mos ishte asgjë nga këto që ne përmendëm. Ama mos harro se në botën tjetër, gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet është namazi i tij. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Gjëja e parë për cilën njeriu do të merret në llogarin në botën tjetër është namazi, thot profeti alayhi salatu wasalam. Gjëja e parë për cilën njeriu do të merret në llogarin në botën tjetër është namazi i tij. Nëse punës me namazin do të shkojnë mirë, gjitha punët e tjera kanë për të shkuar mirë. Për këtë arsye ne vazhdimisht i këshillojmë besimtarët që të jenë të kujdesshëm me namazin. Nëse njeriu është i kujdesshëm me namazin, ai do të përmirësohet edhe në punët e tjera, në lëmit e tjera të raporteve të tij me Zotin. Sepse namazi nuk e lën njeriu vetëm se e përmirëson. Ama kush namaz? Ai namaz që bëhet me përkushtim dhe duke ndjerë se nuk e komunikon. Thot Zoti, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi i vërtet është ai i cili e ndalon njeriu nga të gjërat e fëlliqura dhe të shëmtuara. Kështu që, domethënë, vetë namazi në strukturën e tij, si adhurim, është më i veçantë se adhurimet e tjera. Është më i lehtë, më i thjeshtë dhe përfshin gjithë trupin e njeriu. Nuk është si agjërimi, nuk është si haxhi. Është shumë më i lehtë, shumë më specifik, shumë më i thjeshtë, po që përfshin njeriu në tërë qendjen e tij, në tërë tërësinë e gjymtyrëve të trupit të tij. Për këtë arsye besimtari nuk duhet neglizhojë, sepse edhe Zoti i Madh kur e ka trajtuar namazin, nuk e ka trajtuar si adhurimet e tjera. Është i vetmi adhurim që Zoti më shumë se 100 herë i urdhon njerëzit në Kur'an që ta bëjnë.
Kjo s'ka ndodhur as për agjërimin. Një herë përmendet agjërimin i Ramazanit në Kur'an. Një herë përmendet haxhi. Zekati po përmendet disa herë, ndërsa namazi përmendet shumë dhe shumë herë, gjë që tregon se adhurimi më i vlerësuar tek Zoti është namazi. Çudi e madhe me njerëzit dhe me popullin tonë që gjëja që kanë më shumë probleme për ata është namazi, ndërkohë që bëjnë adhurime të tjera që janë më të vështira, siç është adhurimi i agjërimit, siç është adhurimi i haxhit apo dhënia e sadakas dhe lëmoshës. Ndërkohë që namazi është më i lehtë, më i thjeshtë, më i vlerësuar tek Zoti. Po do të thuash pse? Sepse shejtani bën punën e vet. Ignoranca bën punën e vet. Siç e thash, Zoti namazin nuk e ka trajtuar si adhurimet e tjera. Zoti e bëri obligim mbi 7 qiej. Kur e ftoi Muhamedit lart në qiell, e obligoi që të falet 50 herë në ditë. Pastaj me uljen e namazeve, lehtësimin e Zotit shkoi deri në 5, po Zoti tha, ata janë 5, po unë shpërblimin do ta jap për 50. Kështu që besimtari kur falet 5 herë në ditë, ai në fakt shpërblimin tek Zoti e merr sa për 50 herë në ditë, sepse Zoti me të cilin ne kemi të bëjmë është i tillë, është i mëshirshëm dhe është shumë falës. Dobit nga falja e namazit janë të shumta. Falja e namazit mund të thuhet fillimisht është një certifikat që besimtarit i cili e ka dëshmuar se e beson dhe e deklaron se ekziston vetëm një Allah i cili meriton adhurim, nuk ka zot tjetër që meritojnë të adhurohen, ai do të ishte një teoricient i besimit në atë rast po të mos ishte namazi. Namazi do ta fuqizonte anën teorike të tij dhe do të dilte në pas se vërtet ai e njeh Allahun si të vetmin meritor për adhurim dhe ja që ati në nështrohet dhe ati i bie në sejdë. Besimtari, pra me faljen e namazit, e merr epitetin me plot kuptimin e fjalës besimtar, dhe kjo është e mjaftueshme që të hiqet nga dilemat e dietarëve se në cilin grup bën pjesë. Po të ishte vetëm kjo dobi, do të ishte e mjaftueshme. Besimtari me namaz ja dhe çfarë epiteti merr. Allahu i plot fuqishëm thot: Elif lam mim dhalikal kitabu la rayba fi. Elif lam mim, ky është një libër për Kur'anin, thot Allahu, në të cilin nuk ka kur farë dileme. Hudan lil muttaqin, është udhëzues ose është udhëzim për njerëzit e devotshëm. E ja, të shohim se kush janë njerëzit e devotshëm që i përshkruan Allahu në fillim madje të Kur'anit, po e quaj sipas radhitjes, fill pas surës Al-Fatiha. Në fillim të surës Al-Baqara thot: Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata besimtar të devotshëm, të cilët i udhëzon Kur'ani, janë të cilët e besojnë gajbin, i besojnë gjërat edhe pa i pa, i besojnë gjërat të cilat nuk arrin shqisa e tyre e të shikuarit ose të dëgjuarit të arrit të dëgjojës të shoh për to. Por janë në gjendje të i besojnë ato që nuk i kanë parë, janë në gjendje të i besojnë ato për cilat ka paralajmëruar dikush siç është më besniku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose që vetë Allahu ka fol, pra e besojnë ahiretin, e besojnë ringjalljen, e besojnë botën tjetër, xhenetin, xhehenemin, ndonse ata nuk i kanë parë dhe nuk i kanë provuar. Këta pra janë besimtarët e devotshëm që besojnë gajbin, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe që e falin namazin dhe prej asaj që ne i kemi furnizuar japin, thot Allahu i plotfuqishëm. Pra, nuk mjafton që të quhen njerëz që Kur'ani do t'i udhëzoj, ata që vetëm e quajnë veten besimtar, ata që vetëm e besojnë jetën e pasvdekjes ose jetën e ahiretit ose ringjalljen. Pra, nuk janë të mjaftueshëm sipas këtij ajeti vetëm këta të quhen njerëz të cilët do t'i udhëzoj Kur'ani. Prej dobive të faljes së namazit pra është se arrin që besimtari të jetë i tillë që do ta udhëzoj Kur'ani dhe udhëzimet tjera pastaj të Kur'anit do të jenë ato që do të gjejnë prehje ky njeri në to, ose do të jetë në gjendje për t'i përfillë urnat e Allahut të plotfuqishëm. Në një ajet tjetër Allahu i plotfuqishëm thot: Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Thot vërtet padyshim namazi largon njeriun nga
imoraliteti dhe veprat e liga. Pra namazi është dobi e madhe për besimtarin që do të largohet nga veprat e liga. Këtu do të mund të ahit të dilemën dikush se vallë unë njoh shumë njerëz që falin namazin dhe bëjnë veprat të liga ose Zoti na ruaj ndoshta edhe ju shkon mendja dhe për imoralitet. Të respektuar vëllezër besimtar, nuk është fjala e ime kjo dhe garanca ime që unë do t'i dalë Zot kësaj fjale. Është fjala e Allahut fuqiplot, i cili garanton se namazi vërtet largon nga imoraliteti. Dhe përgjigjen në dilemën që ju vazhdimisht e keni se si disa edhe falin namazin edhe nuk largohen nga veprat e liga, ne e kemi shumë të lehtë. A thua vallë, një person namaz falës i cili po e zëm ruana Zot, po bë ka imoralitet. Shtrohet pyetja, po të mos ishte namaz falës, a do të ishte me të njëjtën sasi në shkallën e imoralitetit dhe në veprimin e veprave të liga? Përgjigja është sigurisht se jo. Ai do të ishte i dhënë edhe më tepër në punë të liga po të mos ishte namazi. Dhe nuk dua të them se ose ta justifikoj atë person i cili kryen vepra të liga pas faljes së namazit. Mirë po, ne themi se sigurisht se namazi ja ka zbe dëshirën dhe ambicien për të bërë vepra të liga në krahasim me gjendjen e tij po të mos ishte namaz falës. Ndonë se namazi ende nuk ka arrit ta kryej qëllimin e tij tek ai person, sepse kërkohet që do mos namaz falës të heq dorë nga veprat e liga. Spak ato dilema, të cilat i kanë paraqitur në vetvete dhe si rjedhoj kanë ngelur pa namaz, pa respektuar të urdhër. Një kategori, mund të them, për atyre që nuk falen, ndoshta janë më të mirët këta, megjithatë prapë se prapë qëndrimi i tyre dhe bindja e tyre është gabim i madh. Mendojnë se hajtë se ka kohë, do të filloj. E kjo do të filloj, me të vërtetë është një gjë të cilën neve duhet ta luftojmë. Duhet të shpallim luftë vonimit të veprimeve të mira, vonimit të marrjes së vendimeve pozitive, posaçërisht atyre të rëndësisë jetike për jetën tonë. Andaj, ai i cili thotë do të falem, ai sigurisht ose e ka të qartë, e ka caktuar një kalendar se kur do të ndodh fillimi i tij, ose nuk e ka të caktuar, vetëm dëshiron ta shtyejë ashtu deri në pafund, deri në infinit. Megjithatë, edhe nëse e ka të caktuar, edhe nëse nuk e ka të pacaktuar, të njëjtin njeri ne do ta pyesnim, a ke garancë, a ke afat se do të jesh gjallë deri nesër? Çfarë do t'i thuash Allahut fuqiplot nesër kur do të dalësh në ditën e gjykimit para tij, kur të pyet pse nuk je falur, dhe ti do t'i thuash e kam patur ndërmend që të falem, po pse pra nuk fillove? Dhe kjo me të vërtetë do të jetë një situatë e pakëndshme. Andaj çdo njeri prej neve le ta paramendoj veten i vdekur. Le ta paramendoj veten se ka dalë para Allahut për të dhënë llogari, posaçërisht për namazin. Dhe pastaj le ta pyet veten, a do të kishte dëshirë më shumë sikur të ishte falur, apo që nuk është falur? Dhe në momentin që e kupton përgjigjen, do ta kuptoj gjithashtu edhe sa e rrezikshme dhe sa e keqe është të thotë hajtë se ka kohë. Është për të habit arsyetimet atyne të cilët nuk falin namaz. Gjithë kanë arsyetime. Arsyetimet e tyne nuk i gjejmë në çështën kur duhet me shku dika dhe me fitu. Si dëgjon se me një vend po shpërndahen ndihmë, si dëgjon se me një vend është mundësi e mire për fitimit, edhe me qenë i smund, edhe me qenë totalisht i pakohë, me pas obligime ndaj gruas, fëmijës vet, ai më njëherë i lën të gjitha obligime ndaj familjes vet dhe shkon për të fitu dynjan e tij. Dhe sa një për këtyne arsyetimeve që e dëgjojmë prej atyne që nuk falin namaza, s'kam kohë bre hoq, nuk kam kohë. Dhe sa gjen kohë për çdo sa në jetën e vet, e sheh për restoranet e alkoolit, e sheh me automjet duke u sjell nalt e poshtë, e sheh ndoshta edhe në punë të haramit të zinas, e të alkoolit, me kur vije puna e namazit, arsyetimin e ka shumë banal. Nuk kam kohë. Koha është vu në dispozicion të njerëzit, po thot Muhamedi sa shumica prej juve nuk jeni të vetëdijshëm për këtë nimet begati. Koha nëse nuk kalohet në adhurim të Allahut Teala është kohë e mallkume dhe ajo ty do të bëje që ti të jesh prej humzve dhe ti do ta mallkon atë në ditën e gjykimit. Andaj tha Allahu Teala wal asr innal insana lafi khusr, pasha kohën vërtet njeri është i humbur. Çdo njeri i humbur
jo illa alladhina amanu wa amilus salihat, përveç atyre që besuan dhe veprojnë vepra të mira. Këtë kohë, për asis vllazë dhe motrat e mia, asë si mos ta kalojnë dhe mos ta neglizhojnë, por le të mundohen të gjejnë se vallahi të gjithë kemi kohë sa të dush për me kontaktu me Allahun Teala. Nëse kam kohë me grupeqin tem me fol në telefon, se më kara malli, kam kohë me të fejumen, me grun me fol, me fëmin me fol, me shokën me fol, me biznismenin me fol, me atë që kam interes me fol për me dhënë rishfet dhe këtë vë atë, nuk ke kohë me dashurin tënë, me Allahun me kontaktua. Kjo është rend dhe mashtrim i shejtanit dhe si i tillë është i papranueshëm te çdo njeri i cili din me logjiku dhe me mendu shëndosh. Dikush mund thot falja apo puna, ose puna apo falja. Nësa unë do i përgjigjesha duke thënë, po pse nuk mund të bëjmë të dyja? Shumë njerëz kanë një koncept gabuar, kujtojnë se njeriu po të falet, s'do të punojë. Ose njeriu nuk mund të bashkojë ndërmjet faljes dhe punës, kjo s'është e vërtetë. Profeti i Zotit alayhi salatu wassalam ka qenë tregtar, ka punuar. S'ka penguar kjo nga falja. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, sot njerëzit që janë në xhamia falen. Dikush është doktor, dikush është inxhinier, dikush është në punë të rëndom, dikush është në zyrë, dikush është student. Falja nuk mund të jetë pengesë, përkundrazi. Nëse e fal namazin, punën do ta bësh më mirë, do t'i përkushtohesh më shumë. Sepse namazi të përmirëson, të bën më koshient për ta bërë gjën sa më mirë. Sepse je besimtar dhe besimtari nuk i bën punët shkele shkop. Puna është farz. Po, është farz në çfarë kuptimi, sepse njeriu po nuk punojnë, është një shkaqe që Zoti ka bërë sebeb për që njeriu të jetojë normal. Dhe këtë nuk e mohon askush, asnjë besimtar nuk e mohon këtë. Po kjo nuk do të thotë se puna dhe namazi duhet të jenë sakrifikuese të njëra tjetrës. Jo, janë konfirmuese të njëra tjetrës dhe ndihmuese të njëra tjetrës. Stimuluese të njëra tjetrës. Puna është farz. Po pse një njeri që ka kushte dhe nuk punon do të thotë se është gjunafqar? S'ka sens. Dikush ka pasuri, ka dhënë Zotit mia, i ka rregulluar punët e veta dhe nuk punon. Çfarë do të themi, kjo është mëkatar e Zotit, se s'punon. Askush s'e ka thënë këtë. Dikush një ditë tha, nuk ka si puna e tjerë. Për çfarë po e thua? Edhe unë punoj. Dhe besimtarët e tjerë punojnë. Po çfarë bëjnë, namazin apo punën? Ti bësh të dyja. Po si t'ja bëjën për të falur, unë kam punë, falun punë. Çfarë problemi ka? Shumë njerëz falen punë. Kemi mjek që falen punë, kemi infermier që falen punë, kemi pedagog që falen punë, kemi student që falen për shkolla. Ku është problemi? Madje ligji dhe shteti duhet të jetë për krah këtyre njerëzve. Sepse nëse një shtet ka firmosur në konventat dhe kartat e drejtave të njeriut, duhet të sigurojë drejtin e njeriut për të përkushtuar Zotit, si të dojë ai dhe ku të dojë ai. Për këtë arsye vendet evropiane, vendet perëndimore kanë nëpër institucione kanë vende falje. Isha në aeroport Mjuniut, kishte një vend për të falë njerëzit. Secili dhom pas një lloj simboli ku muslimani bonte faljen e vet, ai tjetri bonte faljen e vet e kështu me radhë. Po kështu nëpër shkolla, po kështu nëpër kaponone ushtrie, po kështu nëpër spitale, kështu me radhë. Sepse është e drejtë e njeriu. Njerëzit fatkeqësisht nganjëherë dinë të jetojnë në trillime, dinë të jetojnë në ëndra të ndryshme që fatkeqësisht nuk kanë të bëjnë me realitetin. Dhe nganjëherë gabimet e tyre mundohen të mbulojnë me disa arsye që në shumicën e rasteve arsye dinë të jenë edhe më të këqija, edhe më të shëmtuara se vetë vepra që mundohen të arsyetohen për te. Në këtë rast, braktisja namazit, një nga mëkatet e mëdha të shëmtuara, fatkeqësisht shumica e njerëzve mundohen që ta kompenzojnë këtë vepër, mundohen që ta kompenzojnë këtë adhurim të madh, mundohen që ta arsyetohen për mos faljen dhe mos kryerjen e këtij adhurimi të madh me një fjalë që ndëgjojmë qarkullon shpesh herë në gjuhët dhe në mesin e njerëzve duke thënë unë e kam zemrën e pastër. Kjo zemër që Zoti na e ka falë,
që kërkohet të kemi të pasër, të kemi të lirë, të kemi të shëndosh, që me te udhtojmë për tek Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe me këtë zemër i dalim Allahut për para nesër. Kjo zemër nuk pastrohet me fjalë, kjo zemër nuk pastrohet me dëshirë, kjo zemër nuk pastrohet me qefe dhe me ëndra, por pastrohet me punë dhe me vepra, pastrohet me ujin e shpalljes, pastrohet me ujin e shpalljes, me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka detergjent tjetër për këtë zemër. Nuk ka pastrim tjetër për këtë zemër përveç se me fjalët e Allahut azza xal. Në këto fjalë të Allahut, ku Zoti ka përmendur aty pastrimin e zemrës dhe cila zemër është e pastër, Allahu xhallahu ala ka përmendur se namazi është ai që pastron zemrën. Andaj ai që nuk e fal namazin, me çfarë të drejtë thotë se ka zemrën e pastër? Me çfarë e ka pastruar këtë zemër që kanë vërshuar mbi të mëkatet, e kanë vërshuar mbi të epshet, e kanë vërshuar mbi të egot, e cilësitë e tjera të errta të njeriut? Me çfarë e pastron tërkët? Nëse nuk pastrohet me namaz, me çfarë atë pastrohet? Një zemër që nuk është ndërtuar mbi namazin, mbi lutjen dhe Allahut azza xal, një zemër që nuk din se si duhet për ulur Allahut të madhnuar, si ka mundësitë të pastër. Andaj nuk duhet të jetojmë në këto ëndra, nuk duhet të jetojmë në këto mashtrime dhe manipulime që i bëjmë vetes tonë, por duhet të jemi të sinqertë të kuptojmë një gjë, se këtë zemër Allahu e ka krijuar dhe rrjedhimisht nga kjo këtë zemër nuk e pastron asgjë përveç se uji të shpallës që na erdhi nga Allahu te baraka ve taala. Ky ujë është ai që na pastron këtë zemra, përmendja e Allahut e pastron zemrën, këndimi i Kur'anit e pastron zemrën, sejdja dhe rukuja dhe lutja e vazhdueshme Allahu xhallahu ala, këto e pastrojnë zemrën. Dhe me këtë besimtari drejt Allahu xhallahu ala dhe shpreson ta ketë zemrën e pastër. Përndryshe, çdo pretendim tjetër për zemër të pastër, fatkeqësisht është i kotë, është i thatë, është bash, është jo real dhe do t'i sjellë pasoja shumë negative. Personit që mbështetet në këtë pretendim të paqen, në këtë pretendim të pa bazë, jo stabil, të thatë, dhe do t'i sjellë gjithashtu edhe dëshpërime të mëdha ditën e gjykimit, se kur të sheh se është mbështetur në diç që nuk është dashur të mbështetet. O ti që arsyetohesh pran krijuesit të zemrës dhe i thua: edhe pse nuk bëj namaz, zemrën e kam të bardhë. Zemrën e kam të pastërt. Pra është të vërtet që Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit i pranon dhe i shpëton të gjithë ata që i dalin pranë Allahut me zemër të shëndosh. Krijuesi i zemrës na njofton se elementi i cili reflekton dhe tregon simptomi i parë që zemrën e ke të qilë dhe të pastërt është të jesh mirënjohës ndaj krijuesit tanë. Si të shprehmi mirënjohje ndaj Allahut? Është që Allahun Azza wa Jall ta falenderojmë duke i hyrë ul atij dhe duke bërë namaz. Pra vllai i dashur, çka mendon? Sikur që të kish ble ti një shtëpi. Shtëpia kushton 120.000 euro. 70.000 euro ja jep 50.000 euro hinë në borxh. Dhe mbrencinë e natës, ora 2 apo 3 të natës, troket dera dhe del, i friksuar, i torturuar, dhe hap derën dhe ven një njeri me një çantë me 50.000 euro dhe thot: kjo është dhurata ime ndaj teje. Do ta kishe lënë mbrencinë e natës që të kthehet pa ja dhënë një kafe apo një çaj? Sigurisht që do ta kishe falenderuar. Çka mendon një njeri i cili pranon dhuratën, pranon mirësitë, prej çdo kujt be pastaj ja përplas derën dhe nuk e falenderon? Ky njeri e ka zemrën e bardhë që të çilët të pastërt, apo është përbush i nimeteve dhe mirësive të Allahut Azza wa Jall? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet është një organ në brendsinë e njeriut. Nëse përmirësohet ai organ, do të përmirësohet i gjithë trupi, do të përmirësohen dhe sjelljet e tij. Pra, pejgamberi Allahu na tregon se ai i cili e ka zemrën e pastërt, sigurisht që do të jetë mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall. Pasi thojnë disa se zemrën nuk po ta shoh, vetëm se veprat e liga po ti shoh. Pra veprat, sjelljet, reagimet janë simptome
të as zemrës që e posedon. Në normal se njeriu i sëmur reflektojnë dhe jashtë në gjymtyrët e tij. Normal se njeriu i shëndosh gjithashtu varehen sjelljet e tij. Si ka mundësi që një njeri të ketë zemrën e pastër, zemrën e bardhë, kur Allahut asnjëherë në sejdë mos i bjen. Pra nëse don të përmirësosh zemrën, zemra e bardhë, nëse don të jetë, atëherë do e mos që Allahun tan duhesh ta falënderojsh për mirësitë që Allahu t'i ka dhënë. Shumë njerëz thonë, më mirë mos të falem, se sa të falem dhe të bëj gjunahe. Ky dyshim, pikëspari dhe me thonë që ndoshta mund të jetë një arsyetim thojza për ndonjërin që të mos falet, është krejtësisht i pabas, me thonë edhe fetarisht edhe logjikisht. Për arsye se sikur ta dinte ky person që i ka këto dyshime, sikur ta dinte se namazi është argumentimi praktik i besimit, për arsye se nuk mund të vërtetojmë se jemi besimtar nëse nuk falemi. Sikur ta dinte ky njeri se namazi është shtylla e fesë. Sikur ta dinte ky njeri se namazi është çështja kryesore pas besimit, për të cilën edhe ditën e Kiametit do të jetë çështja e parë për cilën do të jep përgjigje përpara Allahut subhanahu wa taala. Sikur ta dinte ky njeri se namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lënien e namazit e ka konsideruar si kufër, me siguri nuk do të parashtronte dyshime të këtilla. Kjo është e para. E dyta, domethënë kjo është në aspektin fetar. Logjikisht, është e vërtetë se namazi të pengon nga të këqijat, të pengon nga gjunahet, të pastron, të sjell të mira, të sjell bereqet. Është e vërtetë. Mirë po, ky është një proces. Domethënë nuk duhet të presim nga çdo njeri i cili fillon të fal namaz, nuk duhet të presim se ai do të shndrohet në melaçe. Domethënë do të pastrohet tërësisht nga gjunahet. Domethënë këtu kemi një proces, namazi vazhdimisht domethënë e pastron njeriu dhe e ngrit pozitën e tij. Dhe nuk është domethënë absurde që ndonjëri edhe të fal namaz edhe të bëjë ndonjë mëkat. Vërtet Allahu subhanahu wa taala ka thonë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ndalon nga punë e këqija dhe nga moraliteti. Është e vërtetë. Mirë po, domethënë në këtë proces, ky është një proces si se përmenda, dhe në këtë proces dikush prej njerëzve është më i shpejtë dhe dikush tjetër është më i ngadalshëm në pastrimin e vetvetes dhe në ngritjen e vetvetes, duke i bindur Allahu subhanahu wa taala, duke u përkulur përpara Allahut subhanahu wa taala, duke çu në vend çdo urdhër të Allahut subhanahu wa taala. Ajo që është më me rëndësi ta kuptojmë është se secili i cili fillon të falet, ai është renditur bashkë me njerëzit e shpëtuar në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Ai i cili mendon se është i mirë edhe pse nuk falet dhe nuk i bën disa vepra të caktuara, ai është ose në buzë të humnerës ose është brenda në humner. Për arsye se mos falja e namazit, largimi nga bashkësia ose nga njerëzit të cilët e falin namazin, do të thotë të largohesh nga Islami, sepse kështu e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vije ndarse mes besimtarit dhe jo besimtarit e ka bërë namazin. Dhe çdo njeri i cili nuk renditet, nuk futet në këtë rend për të zbatuar këtë obligim shumë të madh të Allahut subhanahu wa taala, atëherë për të themi se është jashtë këtij procesi të përmirësimit dhe nuk duhet asnjëri prej njerëzve të presë që me namazin me një namaz të cilën do ta fal, do e mos të ndryshohet nga të gjitha krijesat tjera. Jo, kjo është një proces të cilin nëse kryhet, domethënë nëse plotësohet namazi me të gjitha rregullat e tij, sepse në Kur'an, domethënë kur urdhnon Allahu subhanahu wa taala të kryejm këtë obligim, nuk ka thënë thjesht ta kryejm, por ka thënë ta përkryejm. Domethënë ta kryejm obligimin e namazit në mënyrë më të mirë, që quhet në gjuhën arabe domethënë iqametus salah. Domethënë iqametus salah duhet të bëhet me të gjitha rregullat, që prej rregullave elementare domethënë është të bëhet me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse plotësohen këto, me siguri që pastaj do të vinë efektet pozitive të cilat do të dhe tragjet pozitive të cilat do t'i lënë namazin në jetën e besimtarit. Prandaj dyshimet e këtilla janë të pa baza si logjikisht ashtu edhe fetarisht. I kemi ne disa njerëz në rrethin tonë, ndoshta janë familjarë, ndoshta janë të afërm, s'paku i njohim dhe dëgjojmë rastet këtilla, që kanë filluar të falin, të kanë filluar të realizojnë projektin e namazit në jetën e tyre, megjithatë vetëm pjesërisht dhe atë duke i falur 2 kohë të namazit, namazin e sabahut dhe namazin e akşamit. Nuk e di pse është ngulitur kjo në mendjet e njerëzve, ndoshta për shkak se janë më të shkurtra,
dhe kanë më pak rekat, apo ndoshta për shkak se sabahu është fillimi i ditës, akşami është fillimi i natës, sido që tjetë, është shumë mirë që e falin namazin e sabahat edhe të akşamit, por është njëkohësisht shumë keq që e lën pa fal namazin e drekës, të ikindisë dhe të jacis. Andaj këta njerëz aq sa bëjnë mirë, pse i falin 2 kohë, njëjtën kohë aq bëjnë keq për ato 3 kohë të cilat i lën. Nëse dikush dëshiron ta respektoj në një farë mënyre një faktor të gradualitetit, i cili ndoshta praktikisht gjejmë arsye që ta respektojmë. Megjithatë juridikisht nuk ka arsye që dikush t'i thot dikujt fillo me namazin e xumas ose fillo me 2 vakte e pastaj do të fillosh me tjerat. Prap po them, juridikisht nuk e gjejmë këtë të arsyetuar, edhe pse praktikisht ndoshta është më e lehtë. Megjithatë, porosia ime për atë që i fal vetëm 2 kohë të namazit është të mos vazhdoj gjatë në këtë gjendje, për arsye se ti me faljen e 2 kohëve të namazit e ke rregulluar në një mas statusin tënd, prej njeriu që nuk është falur kurrë në njeri që falet. Megjithatë, prap në çështjen e namazit, unë ju them se namazi për personin i cili ka arrit që të bindet me besim se e ka obligim ta kryej. Nuk po flas për personat të cilët ende kanë dilema në besim ose thjesht nuk ndihen se janë të obliguar ta kryejnë namazin. Ata kanë defekte në besim dhe ata duhet trajtuar tek mjeku ta quaj i besimit dhe jo ky i dembelis. Por unë po flas për ata njerëz që kanë mendime të ndryshme, kanë hezitime, ose janë njerëz që i shtyjnë shpresa kohë pas kohe, ditë pas dite, hajtë se ka kohë do të filloj, e kam obligim, e di mirë, po ende nuk ka arë momenti, dej kur thot Zoti, e tjera prej përgjigjeve që i kanë. Kësaj kategorie po i drejtohen. Namazi është një kodër që për ata që nuk kanë filluar të falen, një duket se është e pa arritur të ngjiten lart. Mirë po, këtë nuk po e them unë, mjafton të intervistohen njerëzit që kanë filluar të falin namazin. Po sa ata ja kanë thyer këmbën shejtanit, si thot populli, dhe kanë filluar të falen, do ta shohin vetveten se sa në mënyrë të irrituar kanë shikuar në çështjen e namazit. Sa të padenj kanë qenë në shtrimin e realitetit se vërtet namazi a do t'i pengon ata apo jo. Ju betohem në Allahun fuqiplot se falja e namazit do t'ishte rënë më i lehtë në jetën e përditshme se sa kryerja e obligimit të ushqimit si nevojë fiziologjike që e kemi. Pra, njeriu shpeshherë ndodhet në situata kur thot nuk kam apetit, por është kohë e drekës dhe duhet të ha pak drekë, apo është kohë e mëngjesit apo është kohë e dakës. Ose do ta bëj këtë, nuk kam dëshirë, por është dëshirë e shokut e mikut dhe më vije keq t'ia prish qefin atij, andaj do të detyrohem të konsumoj një ushqim apo të pi një pije e të ngjashme për hatër të dikujt. Shtrohet pyetja, namazi ndonë se është 5 kohë në ditë. Vallahi, është më lehtë nëse ti hidhesh në orar të jetës tonë të përditshme, do ta kesh më lehtë ta kryesh namazin se sa çfarë dush detyre tjetër. Edhe ai që nuk punon ndonjë punë të rregullt, e i cili ka dokumentacionin e tij për punësim kudo në endet e punësimit apo në firma dhe organizata të ndryshme. Edhe ai ndoshta sot nuk është i rregullt në akordimin e orës për të zgjuar në kohë të caktuar dhe për të shkuar në punë. Mirë, po shtrohet pyetja, a është dikush që thotë se nuk duhet të punësohem dikun për shkak se më duhet ta respektoj orarin? As pak askush nuk e bë muhabet orarin e punës. Absolutisht ose kohën ose ndrimin, po të ishte paga e volitshme, puna që i konvenon, orari nuk do të ishte problem në asnjë situatë. Dhe për këtë arsye them, nëse besimi jot është i mjaftueshëm për ta kuptuar se namazi pagën e ka të madhe, se Allahu shumë shpërblen dhe të kundërtën Allahu ndëshkon për mos faljen e namazit, do ta kesh të lehtë pastaj që ti përshtatesh kohëve të namazit, ta kryesh namazin me rregull. Gjithsesi, që kryerja e namazit do të jetë e lehtë pasi të fillosh ta praktikosh atë. Mirë, po mos paragjyko para se të fillosh. Shumë janë njerëz që thonë se unë do ta kisha filluar namazin mirë, po për një ditë ose në një periudhë, për shembull dimrit,
kur kam punë më pak ose të ngjashme, do të kisha mund ta kryej namazin mirë, po gjatë ditëve të verës, gjatë kohëve kur intensiteti i punës është ndryshe, dinamika është më ndryshe, atëherë çfarë duhet të bëj? Unë do t'i them me përgjegjësi, të respektuar. Ne kur jem të mërzitur, ne kur jem të pikëlluar, ne kur kem diçka që na brengos, na preokupon, më tregoni mua se cili ushqim është më i mirë në atë rast se sa falja namazit për ta të kaluar problem. Në të kundërtën, nëse jemi në një moment të hareshëm, nëse jemi në një gëzim të madh, nëse jemi lajmëruar për diçka që ne na gëzon, e me çka do të mund të falenderojmë krijuesin më mirë se sa me namaz? Namazi është detyrë që mund të kryhet në të gjitha intervalet kohore, që mund të kryhet në të gjitha etapat e jetës, i ri ose i vjetër, që do të mund të kryhej në të gjitha situatat shpirtërore, në gëzim, njësoj rëndom, apo në pikëllim kur do që t'jesh. Provo, fillo sepse namazi do të bën që të ndihesh i Zoti i vetvetes, sepse ti që ke ndërmend të falësh, vallahi të betohem se ty vazhdimisht të mashtron shejtani dhe ta bën veten të paaft në sytë e tu. Dhe ti e njeh veten shumë të dobët. Në momentin kur fillon të falësh, do ta shohësh se vërtet e ke një arsye më tepër që ti thash vetvetes se unë jam vetvetja, të vendosësh për punët e tua, sepse je ai që ke thyer këmbën e shejtanit më herët, ke filluar ta përfillësh namazin dhe si i tillë do ta kesh më lehtë pastaj të kryesh çdo obligim të Allahut fuqi plot. Të gjitha ata vëllezër dhe motra tona, të gjithë ata musliman të cilët e neglizhojnë këtë obligim madhor, i këshillojmë që të kenë frikë Zotin e tyne dhe mos të pusin kontaktin me krijuesin e tyne dhe krijuesin e gjithësisë, me furnizuesin e tyne, me atë i cili u dha çdo të mirë që posedojnë ata në këtë botë. Të gjitha gjymtyrë që i kemi dhënë ti pra Allahut Taala. Allahu ty të ka zgjedh prej gjithë krijesave të veta që 5 herë në ditë dhe natë të kontaktojë me ty. Para mendoni nëse do të kishim qenë privilegjuar për kryetarit qytetit, kryetarit komunës, kryetarit partisë, drejtorit apo punëdhënësit tonë, i cili thotë të lutem më thirr, dëshiroj tani zonin tonë, një herë apo 2 herë në ditë. Çfarë privilegji do të ishte për ty dhe do të krenohet para tjerëve? Kryeministri i Kosovës është ai i cili don me mani zonin dhe që ku e kam numrin e tij dhe unë kontaktoj me ta. Nëse kjo me një njeri që ka pozitë të shkurt të kësaj bote të shkurt konsiderohet privilegj, po kontakti me Zotin tonë dhe të gjithësisë, a nuk është privilegjeve? Andaj sa prej neve nuk jemi të vetëdijshëm për këtë privilegj që Allahu ty po don me të dëgju. Dhe ti kur futesh namaz, Allahu qëndron para teje. Kur e fillon ti surat Fatiha dhe thu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, krenohet para melaqeve dhe thot po më falenderon më robi im. Çdo ajet Kur'anit që lexon surat Fatiha, Allah ju komenton melaqeve të vetë. Dhe ti po e neglizhon këtë mirësi të madhe të Allahut Taala. Sa ki qef me të lavdru njerëzit e thjesht, por nuk po ki qef që Zoti të lavdrohet me tyja. Ti po e humb për hershmen për një kohë shumë të shkurt të kësaj bote. Dhe gjithë çfarë ndodhi një herë në kohën e Musës alayhis salam, erdhi një femër dhe u anku te Musa alayhis salam dhe kërkoi falje. Tham trego si të kërkoj falje për Zotin se e kom bën një mëkat të madh. Çfarë mëkati? Tha kom bë zina, prostitucion dhe në mënyrë jo ligjore kom lind kopil. Kom bë fëmijë i cili nuk është si fryt i jetës bashkëshortore legjitime. Atëherë tha e kom marrë fëmijën kopil dhe e kom ngjujt, e kom lanë tha në vendin e borllogut dhe e kom lanë aty në që të vdesë dhe e kom hyt në atë formë. Musa alayhis salam u trishtu dhe aq shumë u hidhru Resulullah sallallahu alaihi wasallam pas kësaj që dëgjoi prej saj dhe i tha nuk ka pendim për ty. Reagoi si njeri në atë moment dhe i tha s'ka falje për ty që ke bë këtë krim të madh, ke mbyt një fryt. Subhanallah, sa prej femrave sot shkojnë dhe abortojnë fëmijët e tyre të jashtëligjshëm që i bëjnë për një natë kënaqësie. Sa prej tyre e bëjnë këtë krim që nesër para Allahu Taala do t'japin llogarinë ditë të gjykimit. Atëherë Allahu atërhoqi vrejtën Musa alayhis salam dhe i tha ja Musa, o Musa, shko tregoj kësaj që Allahu
jashtë shirku çdo mëkat e fal, edhe të kësaj nëse është e sinqert dhe po e shoh sinqeritetin e saj, tregoj se Zotin e ka farz dhe ja fal. Dhe sa ty ja Musa po të tregoj se mendoj se nuk ka gjunah më të madh se këtë që i kishte bë, tha po të tregoj një mëkat më të madh se mëkatin e kësaj. I tha cili jo, tha ja rap mëkat më i madh se sa të bësh fëmijë zinas, edhe ta merret fëmijë dhe ta gjun kënd bërllogut. Tha Allahu Taala, lania e namazit është mëkat më i madh ja Musa se sa atë krim që e bani kjo fem. Lania e namazit konsiderohet si vepra më e keqe që mund të veprohet prej një muslimanit i cili pretendon dashamirësi ndaj Zotit vet edhe ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Paramendo Allahu Taala se si i shajti dhe tha favojlu lil musallin, mirë për namazdit, alladhina hum an salatihim sahun, për ata namazdit që cilët e vënojnë për kohës vet namazin e tyre. Veç me vënu namazin, me elon kaza namazin tonë, çfarë mëkati i madh, dhe Allahu Taala po thot mirë për ty o musliman që po e vënon namazin. Po që është puna për atë i cili se fal hiç. Cili prej neve nuk kujdesemi për pastërtinë tonë trupore. Si cili prej neve jemi të kujdesëm që jemi të pastërt. Teshën e pastërt, bile bëjmë gara se cili do të jemi më i parfimosëm, më i dukshëm, më i pashëm, sa që i kemë shndruar në shkollat tona, më tepër në pista të modës se sa në vatra të dijes. Dhe sa Muhamedi alayhis salam na tregon se pastrimi i shpirtit e njeriu nuk është vetëm trup, materie, por është edhe shpirt. Sikur që kërkohet pastrimi i trupit dhe ne e bëjmë me anë të abdestit, të larës, gustit dhe gjanave tjera, kërkohet edhe pastrimi i shpirtit. E pastrimi më i miri i shpirtit bëhet me namaz. Dhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi, çfarë mendoni po të kishte kaluar një lum para dyrëve tuaja? A kishte Mehmet po të ishit la 5 herë në ditën atë lum? A kishte Mehmet ndoj dytësirë në trupin tuaj? Tha nëse si Resulullah, as pluhën, as kur gjallë, lumi i pastër i rrjedhshëm, do të ishim të pastër. E tha Muhamedi alayhis salam, kështu 5 kohët e namazit juve ju pastrojnë prej mëkateve, gjunaheve tuaja. Dhe një ditë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i pa disa sahabët të cilët ishin të ulur dhe ishin 7 prej tyre, thot transmetuesi i hadithit 4 ishin sklever të cilët kishin fituar lirinë, se Islami promovonte lirimin e skleverëve e jo robrimin e njerëzve, dhe thot dhe 3 ishin të cilët kishin qenë edhe më herët të lirë, kanë pranuar Islamin dhe po qëndronin në xhami. Dul dhe na pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe na pyeti. Tha, çfarë po bani ju këtu në xhami? Se dhoma e pejgamberit alayhis salam me shtëpis ishte ngjit me xhami. Dhe kishte shpesh raste kur ditë dhe i shihte fukarat e Medinës se rrinin në xhami, nëse kishte diç për më ndante aty, apo nëse kishte dikush brengi pyeste për brengat e tyre. Dhe këta i pyeti tha, çfarë kemi? Dhe ky është prej tipareve të liderit, të hoxhës, të projetarit, që të pyes edhe xhamatin, po të pyes edhe popullin e vet. Çfarë është ajo e cila juve ju brengos, apo çfarë është që ju mundon? Ata i thanë kur gjoja Rasulullah, thanë jemi të e prit namazit. Jemi arqëtu dhe po presim kohën e namazit. Ke marrë mysafir në shtëpinë e Zotit. Ti vllai jam, nëse dëshiron që t'jesh në xhenetin e Zotit, ti nuk ke mundësi këtë ta bësh nëse sot nuk vjen shtëpitë e Zotit në xhami. Nëse ti sot të refuzon mysafirllëkun në shtëpitë Allahut, çish nesër e kërkon mysafirllëkun në xhenet të Allahu Taala. Xhamia është shtëpi e Zotit, andaj Allahu Taala nëpërmjet muezinit thot hayya al falah. Hayya al falah e ka kuptimin eja në shpëtim. Nëse jashtë kësaj nuk ka shpëtim për ty, dhe duhet këtë kuptu se shpëtimi yt barka e Nuhit alayhis salam është shtëpia e Zotit. Edhe në këtë, edhe në botën tjetër, futun brenda do të gjen qetësi. Dhe tha, jemi të e pritja Rasulullah namazin. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shujti një periudhë dhe tha, a di çfarë ju tha juve Zoti? A di çfarë po thot Zoti juaj? Than jo, ku ta dim na ç'a ndodhi. Dhe sa Muhamedi sa vazhdimisht i zbriste vahji. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu apo Zoti juaj po thot, kushdo që e fal namazin në kohën e dur, ai që e fal në kohën e vet namazin, kujdeset për të në këtë mënyrë vazhdimisht dhe nuk e humb atë duke e konsideru vlerën e tij si të parëndësishme, ai ka marrëveshje me mua. Ai është në garancionin tim dhe unë do ta fus në xhenet. Dhe të kundërtën tha, kushdo që nuk e kryen namazin, dëgjoj shumë me kujdes vëllai. Kushdo që s'kryen namazin kohën e tij duan, kujdeset ndaj tij në këtë mënyrë vazhdimisht. Kushdo që s'kujdeset për namazin,
në mënyrë të vazhdueshme. Se i ke pa disa falin xhumë dhe me mendojnë se vetëm me xhumë do të fitojnë xhenetin. Një herë në javë vjen xhumaxhi edhe mendojnë se vetëm me xhumë do të fitojë xhenetin. Me një herë në javë këtë bëjnë jo muslimanat që ju bie mend vetëm një herë në javë. Neve jemi në kontakt të vazhdueshëm. I pa edep, i pa cip dhe i pa kulturë fetare është ai i cili kujton Allahun vetëm një herë në javë. Për fat keq neve sot kur lavdrojmë njërin thëmë është njëri mirë ku pa xhumat i fal. Sot njëri mirë konsiderohet ai i cili vjen vetëm me i fal xhumat. Dhe sa Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili nuk e kryen namazin kur duhen dhe nuk kujdeset për të në vazhdimisht të çdo kohë namazit mu kujdes. Dhe e humb atë duke e konsideruar vlerën e vërtetë të tij si të parëndësishme. E humb kohën. Jo valla po do me këshir futbollin. Jo një herë komedon shëtitje, zënë të thirë shok, aj mas ne e fali, kaza, namazin. Për këta, ka kërsnim për e Resulullah s.a.s. dhe thot, ky nuk ka marrëveshje me mu, nëse unë du e dënoj atë, nëse unë du ja fali ati, transmeton Taberiu në El Kebir dhe në Ausa dhe Ahmedi, dhe është e përmend me në Sahih et-Targhib wa Terhib. Do thot është hadith i vërtet dhe ki kujdes sa po prishesh me Zotin tënd apo jo. Allah na i rut lidhjet tona me Zotin e gjithësisë dhe na bëft dritë ditë gjykimit namazin dhe lutjen tonë. Allah i dashur dhe motër e ndershme, s'ka dyshim se prej mirësive më madhështore është që Allahu kërkon prej robëve të tij që të jenë në kontakt me Allahun Azza wa Jall. Kontaktimi me Allahun është namazi. Kontaktimi me Allahun është përulja, madhërimi, adhurimi Allahut Azza wa Jall. Shtilla krijesore e dinit Allahut është namazi. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka ftuar robët e tij që Allahun ta falemndrojnë. Pra dhe ne të ftojmë që Allahun subhanahu wa taala ta falemndrosh dhe Allahu subhanahu wa taala namaz t'i bash. Do të rrafejnë në ngjarje. Kjo ngjarje nuk ka të bëjë me kohën e parë, para 1400 vjetëve. Kjo ngjarje ka ndodhur në kohën aktuale. Na tregon një hoxh, një dietar, cili gjendet në shtetin e Jordanisë, në qytetin e Irbitit, thotë ishte në xhami, erdhën disa tri, hinë në xhami befas dhe po pyesin dhe po thojnë ku është hoxha, ku është hoxha. Tha ju përgjigja atyre. Dhe ato na u drejtuan dhe na thanë, hoxhi i nderuar, kemi një rast të çuditshëm. E kemi bë gati një gjallë të ri që ka vdek, ta vorrosmi, mirë po në varr na ka dalë një gjarë për një bollë e madhe. Ze s'dim se ç'ja bojmë me ta. Ta shkova bashkë me to. Kur e pash bollën e madhe, i thash atyre, lene këtë varr dhe grine një varr tjetër. Ta e gritën varrin tjetër, por sa e mbaruar, e njëjta bollë dul dhe në barrin e dytë. Ta më kujtua transmetimi Imam Kurtubiut në Istanbul në rast që ka ndodhur i tillë, që 30 varre i kanë ngribe gjithata, i njëjti rast ka ndodhur në atë vend. I thash përpiquni që bollën dhe xharpin ta nxjerrni prej varrit. Ta e nxjerrëm në skajin të varrit. E pronëm xhenazën, e vorrosëm, por sa e lam, posa e shtinëm në varr, tha u hedh xharpni, hini prej të kam dhe mboshqelli dërës të afyti. Tha vallahi me veshte mi, e kam dëgju duke ja thi eshtrat kocit. E mbuluam, u cmeruam të gjithë, e pastaj shkova të familje këti gjallit të ri. I ngushtlova dhe e pyeta babën e tij, çfarë gjalli ka qenë gjalli ti? Thot gjallë më të mirë se ai nuk kam pas. Gjallë më të ndershëm dhe më të sjellshëm se ai s'kam pas. Megjithatë, namaz Allahut Azza wa Jall nuk i ka bën. Pra vëllezër të ndershëm, keni kujdes. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot namazi është koka e dinit Allahut Azza wa Jall. Namazi është shtilla krijesore e dinit dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes nesh dhe të qerve dallimi është me namaz. Thot Omer ibn Khattabi në çastet e fundit të jetës së tij, ej wallah, pasi që e zgjuan dhe i than, o prisi muslimanëve, namaz, namaz. U ngrit Omeri i plagosur, i lodhur, i raskapitur, tha hi wallah namaz.
Pra s'ka hise në Islam ai i cili Allahut nuk i ban namaz. Allahu ju thërret të kontaktoni me Allahun. Allahu ju thërret që problemat të ja paraqitni Allahut duke nënshtruar kokën tuaj në namaz. Pra vëllezër të ndershëm, si shpresoni xhennetin Allahut, kurse Allahu na rrëfen Kurani Kerim dhe na tregon se shejtani pas 8000 viteve adhurim u dëbua prej xhennetit për shkak një sejdë, kurse ne shpresojmë të him xhennetin Allahut pas një sejdë. Allahu na bëhet prej atyre që bëjmë namaz. Të gjithë atyre që nuk falen mund t'ju them kështu. Në qoftë se jetoni në tokën e Allahut, atëre duhet ta falëroni Allahun. Në qoftë se konsumoni dhe përdorni ushqimet dhe pijet që Zoti i ka krijuar për neve. Në qoftë se gëzoni shëndetin, në qoftë se i keni parasysh të gjitha begati që Zoti u ka begatuar me to. Atë dine se këto begati duhet paguar me diç, duhet kompenzuar me diç. Ndërsa Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për kompenzimin ton, nuk ka nevojë për pagesën ton, por Allahu xhallahu ala ka kërkuar që ne ta falenderojmë atë. Mirë, po falëndrimin dhe Allahut azza xal nuk ka mundësi të bëhet ndryshe përveç se duke u drejtuar ka ai, duke kthyer zemrën ka ai, duke ngritur duart si shenjë dhe si simbolik e braktisjes së kësaj bote dhe kthimit ka Allahu azza wa jall, dhe lidhjes së duar me përkushtim të madh për Allahut azza wa jall në namaz, dhe aty me surën e falënderimit, me surën El-Fatiha të fillojmë falënderimin e Allahut për gjitha të mira që ne ka dhënë. Andaj në namaz realizohen lloj-lloj adhurime. Adhurimet nga më të ndryshmet. Qëndrimi në këmbë është adhurim. Përmendja e Allahut është adhurim. Leximi i Kuranit është adhurim. Rukuja është adhurim. Lëvizjet në namaz janë adhurim. Sejdja është adhurim. Shikoj këtë lloj-llojshmëri të adhurimeve që realizohet në namaz. Çfarë simbolike ka kjo llojshmëri? A kemi menduar ndonjëherë? Dua ta them kështu me një fjalë. Simbolika e lloj-llojshmërisë së adhurimeve në namaz nënkupton se pasi që ne i shfrytëzojmë begatit e lloj-llojshme nga Allahu jashtë namazit, atëherë kemi vendosur dhe që në mënyrë të lloj-llojshme ta falenderojmë Allahun për të mirat që na ka dhënë. Kjo është simbolika. Ti nuk konsumon vetëm një begati, janë të shumta, madje janë të panumërta. Andaj, duke pasur parasysh se unë shfrytëzoj begatit e lloj-llojshme të Allahut azza wa jall, kanë vendosur që edhe falënderimi të jetë i lloj-llojshëm. Mos mjaftohemi me një fjalë duke thënë faleminderit o Zot dhe me kaq të merr fund e gjitha. Jo, por duke qenë nga ata që konsumojmë lloj-lloj begati, të jemi edhe nga ata që në mënyrë të tillë me një kolorit adhurimesh, lloj-llojshmëri të pasur e falenderojmë Allahun azza wa jall. E tërë kjo ka mundësi të realizohet vetëm përmes namazit. Dhe e dyta për fund, juve që nuk faleni, po u them kështu. Çfarë do t'i thëni Allahut azza wa jall nesër? Që nuk keni qenë të gatshëm të ndani nga koha e juaj një kohë shumë të shkurtër për ta falendruar Allahun për të begati. Në takim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka vdekur, shpirti i tij ka dalë së bashku me fjalët faloni, faloni. Çfarë do t'i themi atij që nuk kemi respektuar, nuk kemi përfillur këshillën dhe testamentin e tij me cilin doli nga kjo botë? Faloni, faloni. Andaj kthehuni tek Allahu i Madhnuar. Të shfrytëzojmë privilegjet e mëdha që Zoti na ka nderuar me të. Të shfrytëzojmë nga mirësia e tij e madhe që derdhet në këtë muaj dhe në muajt e tjerë. Të pendohemi tek Allahu azza wa jall, të kthehemi tek Ai, të braktisim fjalën dota, por të vendosim tash që do të falim namazin, të heqim dorë nga friksimet e shejtanit i cili na frikson që mos i kthehemi Allahut azza wa jall. Të gjitha ato friksime janë të paqena, janë të pabaza. Kur ti kthehesh Allahu xhallahu ala, do ta kuptosh realitetin e jetës. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realitetin e lumturisë. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realitetin e lirisë. Kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh se çfarë është kënaqësia reale e kësaj bote, dhe kur ti kthehesh namazit, do ta kuptosh realisht se çka është shpërblimi i madh i Allahut të Madhnuar. Ata musliman të cilët nuk falen dhe e konsiderojnë veten musliman, unë do t'i këshilloja që të kuptojnë porosinë dhe mesazhin e namazit. Të
të kuptojnë thelbin dhe shpirtin e namazit, të kuptojnë se namazi është oksigjeni i besimtarit, është lidhja të cilën muslimani gjithsesi duhet ta mbajë me krijuesin e vet. Është lidhja e vazhdueshme, 5 herë në ditë kjo ripërtrihet kjo lidhje, për shkak se neve kemi shumë nevojë të madhe për Allahun, për mëshirën e tij, për përkrahjen e tij, për ndihmesën e tij e kështu me radhë. Andaj në këtë formë neve e mbajmë këtë lidhje të qëndrueshme dhe e bëjmë të ngelet funksionale. Në anën tjetër, gjatë namazit ton, neve e organizojmë edhe ditën ton, edhe jetën ton, e organizojmë edhe kohën ton, e menaxhojmë ashtu si është më së miri. Dhe në këtë formë neve përfitojmë shumë, përfitojmë me lëvizjet e namazit, përfitojmë me sejdët tona, me rukut tona, me lutjet tona. Thjesht bëhemi shumë më të mirë dhe shumë më të ngritur. Andaj mos të na mashtroj shejtani duke na mbushur mendjen se neve jemi njerëz të mirë, kemi zemra të mira, nuk ja duam të keqen askujt dhe kjo mjafton, nuk kemi nevojë të falemi. Përkundrazi, ata që janë njerëz të mirë dhe kanë zemra të mira dhe nuk ja duan të keqen askujt, ata duhet gjithashtu t'ja duan të mirën vetvetes dhe të fillojnë të falen, nga se në këtë formë e përmbushin obligimin ndaj krijuesit, pastaj e përmbushin nevojën e qenjes së vet, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin etik, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në të gjitha aspektet. Andaj ju lutem o musliman, mos e lëni namazin. T'japësh këshilla është gjëja më e mirë. T'japësh këshilla për faljen është gjëja më e lumtur, gjëja shpërblimi më i madh që mund shpresoj njeriu ke Zoti është të këshillojë njerëzit që të falen Zotit. Po në momentin që njeriu ndodhet përpara faktit që Zoti ka këshilluar me u fal, duket sikur këshilla njerëzore përpara këtij fakti shumë e dobët, shumë e lehtë. Zoti thot faluni, Zoti thot falmuni mua, Zoti thot lutmuni mua. Profeti alayhi salatu wasalam thot faluni Zotit, sepse shenja dalluese e një besimtari nga një jo besimtar është falja. O robi i Zotit, mendo sikur të vijë xheli, të vijë vdekja dhe ti nuk i falesh Zotit. Çfarë do i thosh Zotit? Do i thosh se nuk e dita? E morë vesh sot. Sikur asgjë mos ke dëgjuar ti për namazin, sot ky emision është argument i mjaftueshëm që ti të kuptosh se falja është detyrim. A kupton ti që profeti thot në një hadith, nëse punët me namazin ke Zoti shkojnë mirë, gjitha punët e tjera kanë shkuar mirë. Nëse puna me namazin nuk shkon mirë, gjitha punët e tjera nuk kanë shkuar mirë. Pra kriteri, esenca, dallimi është gjithë rëndësia është lënë pikërisht tek namazi. Kështu që besimtari nuk duhet neglizhoj, jo të mendoj mos faljen, as neglizhencë nuk duhet bëj. Le ta mbyllim me një porosi të profetit, thot 5 falje. Zoti i ka bërë obligim për njeriu në një ditë natë. Kush i bën ato rregullisht dhe mirë, ka besë te Zoti se do të jetë për banorëve të xhenetit. Allahu na bëf për aty në cilët i kushtojnë rëndësi faljes, falin namaz, ashtu siç bënte profeti alayhi salatu wasalam. Nuk po them në atë grad, po të paktën detyrimin kash i Zotit duhet ta bëj. O robi i Zotit, ty Zotit ka dhënë 24 orë në dispozicion dhe ti nuk i kushton Zotit 24 minuta. 24 minuta do të marrin 5 faljet në ditë. Ndërkohë që telenovelat, cilat ftojnë për harame, për gjëra të papëlqyeshme, për gjëra të fllihura, ti i kushton 2 orë apo 1 orë në ditë. Sportit, futbollit, kafeve, çajit.